Dhe ka një heshtje nga ana mazhorancës, sepse vullneti politik është i tillë për ta nxjerrë kuvendin e Shqipërisë jashtë shinave të kushte, nuk flitet për arrogancë. Arrogancë sigurisht e kanë patur që ditën e parë e do vazhdojnë ta kenë dhe nuk shqetësojnë askënd me arrogancën e tyre. Po flasim për shkelje të kushtetutës, po flasim për shkelje të rregullore së kuvendit. Pra po flasim për nxjerrje nga shinat ligjore të një institucioni që është institucioni themelor i Republikës tonë. Nëse kuvendi nuk përmbush dot funksionet e veta kushtetuese, roli çdo deputeti në kuvend kthehet në fasadë dhe sigurisht që vihet në pikpyetje, a ja vlen të vazhdohet në këtë situatë apo nuk ja vlen të vazhdohet në këtë situatë. Gjykata kushtetuese në vitin 2003 ka thënë që Komisioni Hetimor nuk duhet nisi si një ekspedit peshkimi dhe hajde të çadzëm rrugës, por duhet vi me një gjë konkrete. Dhe në rastin fjalë edhe për gjën që shtroni ju, nuk ka një gjë konkrete. Pra të thotë, në çështjen e funksionimit kemi evidentuar që nga faktet dhe grup faktet na rezulton që ka 1, 2, 3, 4 gjëra. Dhe nëse opozita nuk di të formulojë një kërkesë për një komision hetimor, jemi të gatshëm t'ja ofrojmë një lloj ekspertize, edhe ju gazetarët e keni fituar një gjë të tillë. Në fletoren zyrtare të botohet sa më parë vendimi i gjykatës kushtetuese për rregulloren e kuvendit, sepse na duhet të fillojmë me njëherë punën edhe për disa ndryshime të tjera rregulloren e kuvendit, edhe sa i përket çështjes së